Për sa i përket frekuenca pastrimit kryhet rregullisht në plazhin e Velipojës. Problematika është që hasim me inertet, pa kaluar 24 orë dhe në të njëjtin hotspot, në të njëjtin pikë i rikthehemi për të pastruar dhe një herë. Është një problematikë që hasim në çdo pikë, cila po nuk e kena në favorin ton për me pastru pika tjera, sepse sa pastrojmë një pikë i rikthehen edhe një herë. Përveç thirrjeve të njëpasnjashme që i kemi bërë biznesit për bashkëpunim për mos hedhjen e inerteve në vend depozitimet e kontenjerëve, kemi Bashkia Shkodër do vazhdojnë dhe vendosjen e masave administrative për gjithë shkelësit. Rruga 6 km. Nëse i duhet janë fillimet e se mos t'i bind.